LDK-ja mbrëm në lagjen Ortakoll kanë takuar qytetare, ku ishte edhe kandidati për kryeministër i kësaj partie, Lumner Abdigjiku, i cili së pari ju ka drejtuar Prizrenasve, një qytet si Prizreni ku familja ka qenë gjithmonë shtylla e shoqërisë. Kjo goditje ndihet çdo ditë dhe në çdo shtëpi. Të rinjët e Prizrenit janë ndër më të talentuarit në Kosovë, artist, muzikant, dizajner, zejtar, student me dije dhe ambicie. Por sot shumë prej tyre po mendojnë për largim, jo pse nuk e duan qytetin e tyre, por sepse nuk shohin perspektiv, nuk shohin treg pune funksional dhe nuk shohin shtet që u jep shans. Dhe kur një qytet humb rinin e vet, humb të ardhmen. Bizneset e vogla dhe të mesme, shtylla ekonomisë e Prizrenit po përballen me pasiguri dhe mungesë mbështetjeje. Artizanati, gastronomia, turizmi kulturor dhe tregtia vogël mbahen më shumë nga përpjekja e qytetarëve sesa nga politika shtetërore. Potenciali është i madh, por shteti mungon. Qytet me turizëm e mirë, me trashëgimi të jashtëzakonshme kulturore si asnjë qytet tjetër në Kosovë. Shumë më mirë se Prishtina, për parim, du ta them, është qytet historik. Prizreni ka qenë Albania. Për rininë e Kosovës, pasurinë e madhe që kemi, ju zëtojemi se nuk do të ketë një të rinë Kosovë që ka përfunduar fakultetin e do ta ketë punësimin e garantuar për 6 deri 12 muajt e parë me pak 500 euro në muaj. Ky është programi kombëtar i punësimit i punës së garantuar për secilin të posadiplomuar. Nuk ka kuptim njëri të kryej shkollë e të na bredh rrugëve pa punë e pa të ardhme, duhet shteti të gjejë puna të rinjve. Pikërisht për këtë arsye ne kemi ndërtuar program për secilën fushë dhe për secilën sfidë, program për familje, për të rinjët, për bizneset, për arsim, shëndetësi dhe ekonominë, me masa konkrete, me numra të qartë dhe me përgjegjësi shtetërore, sepse Prizreni ka nevojë për drejtim serioz, jo për improvizim, dhe këtë vizion e përfaqëson edhe ekipi ynë. Prizreni në listën e LDK-s ka kandidat të spikatur dhe me përvojë të gjerë që vijnë nga arsimi, shëndetësia, media, ekonomia, drejtësia dhe mbrojtja. Me numër 7, Anton Quni, me numër 25, Driton Selmanaj, me numër 68, Gjavit Uka, me numër 69, Hyr Tejeci Murati, me numër 70, Dr. Fadil Kryeziu, me numër 71, Dr. Shaban Osmanaj, me numër 109, Jasmin Horosani Bujari dhe me prejardhje nga Prizreni me numër 41, Festim Kabashi. Prizreni meriton shpresë dhe me këtë ekip dhe programin ton, Prizreni ecën përpara me dinjitet dhe me shpresë.